Qa? Po? 200.000 euro. Euro? 200.000 euro, po. Kem le? Po më rekom le? E gare. Me e kam fakturë? 200.000 euro, po e kom di që s'keme besu. O, është zotin 200.000 euro i ke dhonë. 200.000 euro, po është antrios. është antrios. 200.000 euro i ke dhonë për që të mutë. Sa arqivimën të to na kalojmë fantazi, është një publik i mrekullueshëm, është një publik që e kupton qoftë komedin, qoftë dramën, qoftë çka do që i servohet, janë shumë kritike dhe duhet me pas shumë kujdes, sepse po vim të to, po vim para publikut të to, kështu që është një farë sfidë edhe kjo për aktorët. E dyta, ideja këtë kësaj shfaqje është normalisht që kur e kena marrë mi punu si projekt, u konë snobizmi në pyetje. Edhe tash na përjetojmë në kohën e snobizmit. Edhe pëdijin që çka ka ndodhur. Këtë kjo shfaqje ka qenë si një lloj kemi dashur me ardhmë me një lloj mesazhi që shoqënia jonë sot fatkeqësisht ka shkon ka snobizmi, ka shkon ka komercialja, apo kupton, nuk do të thonë i ka humbur vlera e artit e mirëfillt. Që kjo është pak a shumë si ide e shfaqjes, si qasje që na kena dashur me pru dhe besoj që ja kemi arrit qëllimit. Ja ti s'ka thujnë për një që ka pëtoj? Ata thujnë që është gjallë që ka ecë shumë. Prej një punë e këtë, një punë këtë. E, se gji, ta shumë ecë ka dipe, Po ti ta shenë ka dipe, e shumë po gëzonë që po të shanë. Nuk e shenë kështu në dritë artificiale. Jo, nuk e Ajde nesër edhe shenë në dritë artificiale. Bravo. Jo, nuk e shenë. Qa to, qysh për të gjithë? Qa nuk e shenë? Qa të monët s'ka, qa të Qa ta? Po. Po, mirë, e qa ka monokromatike këtë pikturë, pra, si pas te, qa ka? Sergj, So, 200.000 euro. shumë e arsyshme. Apo? Për Vespo. Ashtë arsyshme? Shumë. Po! O, ja e që sa madhe, ja vle. Po pra, është arsyshme. Qara këtë mutë jam? Pikturë është. Për lëgë? Mirë, ti. Qa? Ka diçka? Ka figura? Shpia, pronari të pëshurë mas shpis, lisi. Shpalon disa plak të cilat nuk i ke fol me shokin, nuk i kon real me shokin, nuk i kon realist me shokin. Kjo ndodh, domethënë, vjen për një pikturë e cila i ka blet 200.000 euro një pikturë, të cilën edhe ky nashta para apo s'kot nashta 2-3 vjet më herët, jo që e kish ble, po as që e kish pa atë pikturë, mirë po kalimi për një shoqënisë në një shoqëni tjetër, me një epokë tjetër. Qoftë për mirë, qoftë për keq, po në këtë radhë për shfaqje është që ka devijus, domethënë shoqëninë që ka pas shumë të mirë, por ka dalë me një shoqëni tjetër e cila e ka shtyr mi blen një pikturë 200.000 euro, e cila është vepër arti, ka piktura që blen, mirë po ka qenë moment shumë i shpejt i mënyrës që kjo mi vlerësuat pikturë 200.000 euro, kështu që si më thonë para djes ka mujtë mi vlerësu, sot e ka vlerësu, e ka ble. Do më thonë del dejtë konflikt dhe në shoqëni, sa që shpalosën shumë plagë, të cilat nuk i kanë folë, do më thonë dalin dhe në personale, që në fund të shfaqjes, e shë edhe këtë që është gabim, edhe do në mjë këthuj realitetin, qysh ka qenë me shokët ma herët, sepse qashtu është jeta. Jeta është me jetu, si më thonë thjesht është për toke, nuk ka nevoj me pas lekt edhe më thonë unë jam që kësë. Pa bëdi, sa ma për toke, që kjo është shfaqe, se më thonë sa ma për toke, sa ma i thjesht, edhe kjo është modest, edhe kjo është qëllimi shfaqe që t'jemi sa ma modest. Po prek këtë kuqës! Jo më rekë! Po marë! Po marë! Shakimën e të Ma lujta, asima no! Ma dyra e më të!
Ky mund t'i pigohon faktin që ky mund të qenë njeri I kohës. Shkosh njeri I kohës. O, më Qaj citne, a je ku dollë? Se të më në tranu që një orë ja të morë. Me të qati që po tonë me. Që po tonë? Se a nisa me dy shumë, mos kom lujt. Mos më e mija, shqiria. Vetë bardhër. Se na shmende që një orë. A janë 3 topa që të poshko. O, tre!